Shikues të nderuar, Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe falja e Zotit qoftë mbi ju. Po takohemi me programin tonë dhe tuajin, program i cili trajton tema të ndryshme. Kësaj radhe, bashkë me Fahrudinin, bashkëbiseduesin tim, do ta trajtojmë një temë që mendoj që është temë shumë e rëndësishme dhe të njëjtën kohë kjo temë është e domosdoshme trajtohet dhe të kurohemi prej saj për shkak se përmban jetë prej cilësive apo smundjeve që fatkeqësisht i përfshin shumë njerëz. Është fjala për vetpëlqimin apo mu dashuru njërin veten e tij. A thua çka është vetpëlqimi? Rreziqet e tij, shkaqet që shkaktojnë dhe si mu shëru apo mu kuru prej kësaj dukurie, gjitha këto do t'i trajtojmë me bashkëbiseduesin tim Fahrudinin. E udhës është përmendur që vetpëlqim, dietare ka përmend, ka thonë vetpëlqim është kur njeriu fillon me lavdru veten e tij apo me falendëru veten e tij dhe nuk e falenderon Zotin e Madhreshëm. Shkurt është i kënaqur me veten e tij dhe e sheshen veten me mburrje dhe krenari. Fahrudin, kjo është një thonje që më ka bërë përshtypje kur njeri ka vetpëlqim ose këtë të lashën e vetpëlqimit, atëherë e shmon këto prej rolit që do të me falendëru Zotin e Madhreshëm tek falendërimi i vetes. Ka bërë shumë rreziku më i madh, siç edhe the, është kur njeri ato që ka koja ja kthen vetes në të kuptimin e falendron vetveten, duket që ai e ka bu. Për këtë arsye shumë që Zoti shembull që i ka pru në Kur'an, sikur rasti i Karunit, njerëz që ju ka dhënë Zoti të mira, sikur se Karunit që i ka dhënë as të mira sa që grup njerëzve, jo një njeri, i kanë bërë qelsat e tij, pasurinë që ka pasur. Atë shumë që ka pasur pasuri. Atë shumë që ka pasur. Edhe ky njeri kur i kanë thonë njerëzit, tut ju Zotit, falënderoj Zotin, i jep pe kësaj pasurie, ka thonë këto vetë ku mbu. Kjo është rezultati jam. Edhe i ka hi vetja në qef që ai ka bu. Po ktheu këshire veten ti edhe unë. So herë që të hin vetja në qef që thonë na, këshire kush e ka? Origjinën. Këshire pikak e ardh. Edhe e sheh veten se aja vlen mu krenu edhe mu livdu apo si ja vlen. A mund me thonë Fahrudin se vetpëlqimi vjen si rezultat, dikush vetpëlqehet pasurinë që ka, diku i pëlqen vetja e tij, pamja trupit, prejardhja, ose domethënë fama, gjitha këto ndoshta janë ato që e bojnë njërin me ose veprat apo veprat që a nëse i shiqojmë pak, i sitim në atë kuptimin e fjalës, pak i filtrojmë këto gjëra, e shohim që realisht këto nimete, këto të mira janë ti. Në sens, burimin e kanë prej Zotit më. Çdo sa është prej tina, por që ata s'na ka hije në mu krenu me ton. Pa marr parasysh që e ki. Hije na ka veç me falendëru Zotin. Për këtë arsye pejgamberi sa më thot një herë gruas vet Ajshës për më na mësuneve, po thotoi Ajshë, falënderoj Zotin për të mirat që ti ka dhënë. Qofta e pasuni, bukuri, çka do që të ka dhënë, çka do që e ki është prej Zotit, falënderoje, se thot pejgamberi alayhis salam. Ata që nuk i falenderojnë të mirat e Zotit që ja u ka dhënë, s'janë falendërues ndaj Zotit, shpesh ndodh që Allah ja u merr ato të mira dhe s'ja u kthen më. Shta e gjun njërin është ndoshta me shëndet mirë, kur se falenderoj Zotit, kur ti thu mashallah be ty rroll po ndodh mos mutat, unë e thot dal nga në sabah, unë i runa ushqimit, unë kur një herë thot elhamdulillah, kur një herë thot shqyr Zoti ma ka dhënë këshnit. Edhe e sheh kur smuhet jam gjendje çdo sa me dhon vishnetën. Shneta më rëndësi, po apo ja din shnetës, apo ja din pasurisë, apo ja din të mirës kur peki, po vish kur po tup çater po ankohesh. Për këtë arsye merrni një herë tu kalu rrugës e takon njërin i thot e përshëndet, selam aleikum selam, tha çysh, a mu i çove që thojmë na. Tha po mirë. Pra po mirë ja përsërit këtë njëjtën pyetje, a mu i çove ai po mirë. Po mirë i thot a mu i çove 3 herë. Tha po mirë elhamdulillah. A tha çito dhe ishte ameni. Domethënë po falënderoj Zotin që je mirë. Një prej shkaqeve, ndoshta po them, kushtimisht që shkakton vetpëlqimin është kur njeriu e lën falënderimin ndaj Zotit Madhreshëm, nuk ja adreson të mirat dhe sukseset Allahu xhaleshanu po vetes ti. Ndoshta nganjëherë edhe njerëzit përreth janë shkaktar që ai ka arritur një sukses, po i haran edhe njerëzit edhe Zotin e përmend veç veten. Unë pëlqejni një thonje, njëri dishëm pas ka pasur që ku është rreziku i vetpëlqimit. Ku
është rreziku, pas ka thonë se vetë pëlqimi kur njeri fillon me admiru veten, me pëlqy veten, atëherë i fshihen të mirat, nuk i duken të mirat. Edhe i duken vetë këqijat. Se është natyrë njerëz para mendo, na jena një rreth, në shoqëni, pa marrë pa fillon njëri me lëvdru veten. Dhe njerëzit më herë nuk kanë vullnet me ngu, për sa Zoti Kur'an ka thonë wala tuzakku anfusakum, mos e lavdroni veten tuaj. Prandaj, ndoshta ai problemi është që vetëpëlqimi është një smundje, është një lloj defekti, i cili nëse nuk kurohet me atëherë ka më shkaktu edhe problem më të madh. Bile disa kanë lidhur shumë vetëpëlqimin me mendjemadhsinë edhe me mashtrimin. Do thonë, nëse njëri e lavdron veten, i pëlqen vetja, i pëlqen vetja, sheh veten më të ngritën se sa të tjerë, thonë kjo është vetëpëlqim. Por nëse njëri e sheh veten më të ngritën se sa të tjerë dhe i pëlqen vetja më shumë se sa të tjerë, po ty në çmu të tjerë kjo është mendjemadhsi. Subhanallah. Është interesant që Islami s'lën asnjë formë që ti me ti vetja në qef. Një prej shkaqeve që ndihmon do të thotë për me hjek këtë smundje, ose kemi edhe me parandalu. Ose me parandalu preventiva. Po. Është që ti gjithmonë me akuzu veten. Kur me akuzu veten? Momente që ti vetja në qef. E shohim që një herë Omeri u ka duk vetja që u bë kryetari muslimanëve kur është bu halife fjala. U ka duk vetja që njerëzit pengojnë, respektojnë, edhe në farë forme sikur se për shkak ka thonë pejgamberi sa shejtani lëviz në venat, në gjakun e njerit, në shpejtësinë e gjakut që qaq din rrugë shejtani me të ardhmë me të mashtru sa që çuditësh. Edhe e vren Omeri që ka nis pak vetja pe ngacmon shejtani, edhe hyp në shkallë, hyp në hutbe, në minber apo drejtohet shokëve të vet, po thet Omeri, thotë Omer ti e kon që i ke rujt shtaz dhe njerëzve i ke rujt me parë, i ke mjell. Je kon çoban, me një fjalë pe nënçmon veten. Para njerëzve. Edhe kur është drypi poshtë thot Aliu, o Omer, unë piksoj ti çka thonë veç që poshtë je nënçmove veten. Thot merdh nefsi jam, merdh egoja jam, më tha, pse kush e bua. Thot nisi me mi vetja në qef, thot e deshta mi kallzu që ja, te unë nuk shitet. Thot e perula veten që mos me se rreziku i vetpëlqimit çka Karuni thë kjo unë veti ku mbu. Jini vetja në qef, po Zoti e shkatroi me pasurinë, me mollin, me ket, që thëmë na e përbiti tokë. Por çfarë s'bën se s'ndodh shkatrimi i tillë. Allah i ka përmend këto shembuj të kaluar me pas kujdes na, po çka është shkatrimi i veprave. Nesër mund të shkon shkak me fitu Zoti na rujt xhenem. Kur jemi te vetpëlqimi pak edhe me kon pak më teleshikues me bashkëbisedu ata me neve. Kuptimin që unë mendoj që ata që janë tuna përcjell të momente është udhës pak tash me vendos, pak me pas parasysh, kjo është defekti. Edhe më kthy vetes. A kemi këtë defekt apo se kemi këtë defekt? Nëse se kemi, murujt që mos më na ardh këtë defekt, ty krij obligime ndaj Zotit madhreshëm, ty bën llogari vetes, dhe ty në farforme ty akuzu veten se na kemi lëshime, jemi njerëz, kemi gabime. Nganjëherë ndoshta na pëlqen kur na lavdron dikush. Amo nëse duhen tamam me kon me mujt me bëj të njëjtat, edhe kur na lavdron dikush, po edhe kur na kritikon dikush me kon në njëjta gjendje në zemrën tonë. Pastaj kjo është ajo. Ka pas kësi njerëz subhanallahu që do thotë lavdimi dhe ofendimi për ta është koni njëjtë. S'ka po shumë përshtypje. Jo, se ai ka ditë veten kush është. Ai ka ditë veten kush është. Ose rasti për shembull Abu Bekr apo Omeri që transmetohet për disa sahabive kur dikush e ka lavdruar ka thonë o Zot, bënum më të mirë se sa që mendojnë. Ata që po mendojnë për mua, falmi ato që unë i di, këta si din, po ato që aso që di din. Që kjo më rëndësi që Zoti sa është i mëshirshëm ndaj neve. Na sikur, për shkak këta burra që kanë thonë, ashtu që e përmend e kanë falendëruar Zotin. Po në njëjtën kohë falënderimi tjetër u konë o Zot, elhamdulillah prej teje që këta s'po mi din të këqijat, se me mi ditë këqijat, s'm kishim bëu hesab. Apo se Allah do të më apo veten. Allah e udhëzoft, Allah e shpërbleft atë person i cili më tregon të metat. Po. Domethënë edhe kjo është element që tregon se ata njerëz gjithmonë na duhet me kon falendërues ndaj Zotit në këtë drejtim. Për të mirat që na ka dhënë. Në pak parodin të shkaqet.
realisht disa veç u përmenen Po, bashkë bisedim, po i përshkaqeve që e bin këtë vetpëlqimin. Kjo vetpëlqimin nuk është na e përmenëm që nuk është veç Unë një lloj, ha? Apo po, unë po flas në atë kuptimin negativ të fjalës, kuptimin që njëri kur se i rritet menja, kuptimin edhe i nënzhvlerëson të tjerët, na po vlosëm që të kuptojmë, jo në kuptimin që na është vetpëlqimi. Qërë, mendjemallësia është ndoshta një lloj tjetër ose një shkollë më e lartë, mirë po ajo vjen rezultati i vetpëlqimit. Se tu ti vetja në qef, tu të pëlqy vetja, tani nis i nënçmon tjerë ti dukesh një për këtë arsye njëri prej selefit ka thonë se vetpëlqimi vjen prej punëve ndryshme, vjen veç prej pasurisë ose prej pamjes, vjen edhe prej veprave të mira, Allahu na rujt. Kanëherë duket vetja që ti valla ti po falesh, ti që falesh je më mirë se sa ai që s'falesh. Kjo është rrezik. Për këtë arsye njëri prej këtyre burrave thotë për mua më e dashnë është që kur të vjen nata thotë më ra me flajt, edhe qohë më mëngjes me thonë, valla unë s'jam njeri mirë, se qysh s'kom bërë namaz. Mu qu pishman. Pishman me vetveten, thotë kjo është më e dashnë për mua se sa thotë mu qu me fal natën, gjithë natën namaz, edhe kur çuna sabah me thonë, unë jam fal, po që këta s'jam fal, unë jam më i mirë. Atë televizikues i nderuar vëllezër dhe motra, që nëse se domethënë një shembull shumë praktik. Në njerë ndodhë që nashta gjumë, ka kalu natën me gjumë, nuk ju ke lutë Zotit se ka adhuru, por kur i zgju, qut në atë kuptimin të i pendun kuptimin që të akuzu veten. Por nëse është gjendja e kundërt ke nejt natën të adhuru Zotin më për mëngjes kur e ke fillu tash më lavdru, mi thot tjetrit vallane, kum fal namaz natë kështu. Tregohet një rast, është pak që sharak. Kjo është nëse pak që jetojnë me neve dhe po është një rast pak që sharak njëri shkon tu xhami tu fal, do tjerë e këshirëshin pejonash, që u falke e zgjat ke namazin e tash ata që e këshirëshin pe thonë njëri tjetrit, mashallah çfarë po falet, çfarë namazi me përkushtim. Ai kur shkojnë rukuaj në namaz e dim që s'bën me ful. Ai tash gjatë namazit pe këshir tha edhe një nushëm jam. Për këtë arsye kur e kanë vetë hoqën i kanë thonë kur është njeri i keq. Çfarë definicioni të shkurtë ka thonë? Kur është njeri i keq? Ka thonë kur mendon që është burr i mirë. Ose kur mendon që është njeri i mirë si mashkull dhe si femër. Që atëherë është i keq. Pëlqimi vetvetes nuk guzon asnjëherë me na godit atë. Është vetpëlqimi pejgamberi alayhis salam në një thonjë e tij kish përmend tri cilësi shkatruese, kish thujt cilat e shkatrojnë njeriu. Njëra nga ato që mi pëlqy njerit vetja, vetpëlqimi për cilën po flasëm. Domethënë lakmi e cila pasohet, epsh i cili dëgjohet dhe mi pëlqy njerit vetja. Subhanallahu, tri gjëra që nëse shohim në esencë shkaktojnë edhe probleme mes njerëzve. Amo kemi pëlqy vetes, domethënë nalet në farforme, nalet me të vetja vete. Ibn Taymija kur e kishte shpjeguar fjalën Farudin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kishte thonë njëri këtu të shpreha iyyaka na'budu, nëse vetëm ty ta adhurojmë, të ke shpreha kish lidh me vetpëlqimin edhe me mendjemallësinë. Kështu kur njëri nuk e pranon në farforme adhurimin e Zotit, nuk e pranon iyyaka na'budu, ose nëse njëri ka shajt mendjemallësisë, ai realisht nuk e ka realizuar shprehjen iyyaka na'budu. Dhe nuk e ka realizu, në vetëm ty të adhurojmë. Por nëse njëri ka problem me vetpëlqimin, ai se ka realizu iyyaka nasta'in, vetëm prej teje ka kujt ndihmë. Se ai llogarit se ai tash i ka arrit gjitha veç ai është. Parafërsisht ai se vetë fjala pra iyyaka na'budu, ty të adhurojmë, do të adhurimi i bëhet krijuesit. Na çka jem? Na jem rab. Ashtu. Për këtë arsye këtë shfaqja e një farforme nëse mund me thonë robris para Zotit është gjithmonë e kërkuar. Gjithmonë duhet na me llogarit se Zoti po thotë ja ju nas antumul fuqara ila Allah. O ju njerëz, s'ka thonë o ju fukara ose ndonjë shtresë, po ka thonë o ju njerëz që hin pasuniku dhe i varfi, hin kryetari dhe shtetasi i thjesht, hin çdo lloj krijese për njerëzve, po thotë Zoti o ju njerëz. Krejt komplet fukarani te Zoti. Sa do që doket ty vetja që kem rrit ti te Zoti fukare. Ti mos doket vetja që ku më ditë se çka e mbone. Një njeri prej Ben Israilëve të kaluamën e kisha adhuruar Allahun 70 vjet. 70 vjet ibadet I ka bëu Zotit. Edhe një ditë I lutet Zotit
për një çështje Zoti s'ia pranon. Edhe i lutet vazhdimisht Zoti s'ia pranon. Edhe i kthehet vetvetes. Po fol me veten tash. Do thot qëra me kanun e i mirë. Me kanë që Zoti mi ka pranu 70 vjet ibadet. Kanë që kom në pozitë lart të Zoti, ma kish pranu, po në s'kokna i mirë të Zoti. S'kokna i mirën. Ky ka jetu do thotë këto vite ton kon me mendim që është i mirë. Po thot Allah ja çon inspirimin përmes melekut edhe i thot çito momente që ti pithu vetit nuk jam i mirë. Është më e dashur te Zoti se 70 vjet ibadet. Abdullah ibn Masudi, ordën dikush e lavdron. Ju vetën ai, po dikush e lavdron si shembull për më për me luftu këtë të lashë, këtë problem, këtë defekt vetë pëlqimit. Edhe dikush e lavdron thotë ti kështu ke najt me pejgamberin e Islamit, ke kontribuar për Islam edhe ai fillon me çoj, ju thonë po ti ke bërë shumë vepra të mira. Njerëz po janë gjën, thotë po thotë është një ajet i Kuranit që s'm lën më u kënaq. Nuk më lën me dhon siguri vetit. Me dhon siguri vetes. Cili është inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allahu i pranon veprat për njerëzve devotshëm. Prandaj edhe pejgamberi sa kur ka thonë që Allahu nuk shiqon fizionomin, pamjen e juaj, trupin e juaj, por shiqon zemrat e juaj. Pejgamberi ka aluduar që këtu është esenca. Të Zoti njerëzit ke peshëja motës tyne, se sa janë devotshëm. Inna akramakum indallahi atqakum. Më i miri për jush, me fisniku për jush, është ai i cili është më i ruajtur prej të këqijave. Prandaj edhe zakonisht e shohim që realisht këtë njerëzit që janë njerëz dashur në Zotit, janë njerëz gjorë në kuptimin që njerëz nuk reklamojnë. Ta njerëz dojnë janë njerëz trapaskena. Kur i ka përshkruar Zoti në Kur'an në surën El-Insan, bashkë këta njerëz që po thonë nuk kanë qef s'kan qef mudok, s'kan qef kanë thonë napi ushqim, kur jam ka përmend Zoti do të cilësitë e tyre që ushqim fukarat e ndihmëtarët e nevojlit, ka thonë nas si ushqim për më na dhon mirë njëri, nas na si ushqim që nimojmë. As problem as na e lypëm veç prej Zotit atë. Ky është qëllimi ynë, kënaqësia e Allahut me kon bineve. Që kjo është a mund me përmend edhe këtu për shembull me ajeti Kuranit ku Zoti thotë wala tubtilu a'malakum, në kuptimin që wala tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Mos i prishni ato sadaka që ju japni. Shpesh ndodh të nderuar teleshikues, dikush nga ne jap sadaka dhe më një herë tash fillon s'ka pas ato kamera kur ka dhënë edhe më herë thotë unë kum vë kaç, kum bë kështu, është ndoshta këtu kanë erë na ndodh neve pa ndoshta edhe pa qëllim mu lavdru për një vepër të mirë që kemi bërë ose më njerë i thëmë am ke po për mua aty më kon në sofrën e parë, am pa mu dola filan televizor ose filan kontribut e preva filan shiriti që ndodh na ndodh në jetën tonë me shumë që këto vepra që i bëjmë na mos mi prish veprat e mira, mos mi prish me çfarë pëlqimin. Për bashkë për këtë rast se dikush mund të më marr me kuptuar që s'bën aty më dal ndoshta me kallëzu hiç jo, kanë thonë se është për qëllim minxit të tjerë lejohet aty edhe në media dhe kështu për minxit. Ama punë më të mira ne e dim që sidomos kur është puna e rritjes devotshmërisë zemër është që mos me ditë njerëz të tjerë. Edhe vetë pëlqimi prapë po kthejmë që është shumë i rrezikshëm. Zguxon me si Abdullah ibn Masudi subhanallahu që pas ka thonë që a thua jo më në pit devotshëm, ku mbo vepra ku net me pejgamberin. Ai ka pranuar Zoti, ai ka pranuar Zoti, që tu është problemi. Mos ku mbo diçka që unë mi ka zgjësuar aty. Edhe rasti i Aishës, Zoti qoftë të kënaqur me të kur ka lexuar ajetin walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun. Ata që japin, po kur japin zemrat i kanë friguhen. Ajo ka pranuar. Ajo ka pranuar. Aisha ka thonë, a janë këta që kanë bërë gjunohe, kanë bërë harame, kanë vjedhë, kanë pejgamberi, jo Aisha. Këta janë ata cilët janë fal, kanë gjinu, kanë dhënë sadak, po kanë frikë që apo ja pranojnë Zotin. Dhe këta janë realisht ata robrit, këta që s'kan vetë pëlqim. Që s'kan vetë pëlqim. Por që ata pejgamberi sa një herë kur ka thonë njëra prej besimtarëve, një sahabike e pejgamberit Ummu Ala ka pasur për një shok të pejgamberit kur ka vdek, ka thonë ky është xhenetli. Ka thonë ka pedin që është xhenetli. Po nisja përmend mirat ka marr pjesë në luftën e Bedrit e ka bu këto, ka bu këto. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e di sigurt që i ka ardhur deka. Që kjo është e sigurt. Ama për në xhenet thotë unë jam pejgamber i Zotit, s'di çka ka menduar nesër me mua. A mundum faradë monol te një pikë që është shumë e rëndësishme pasi po flasim për vetë pëlqimin, në mënyrë që ata që natyrisht po na përcjellin, është në interes nganjëherë ky vetë pëlqimi është shumë i rrezikshëm edhe për ata që thrasin rrugën e Zotit, për xhallarët, për predikuesit e fesë,
dhe secili musliman natyrisht është test rrugën e Zotit, çka është, është ka gjatë rrezik. Ato edhe janë tani shkollë, ka gjatë të rrezikshmërisë kuptimin me vetpëlqimin, se nganjëherë ndoshta kjo foma ose ngjajshme nganjëherë bën njërin që Allah na rujt prap. Edhe pse vjen këtë tek ta njerëz, nëse nuk ish dosh me ardh, ndoshta njerëzim, kur i ka ardhur Omerit, na vjen edhe neve. Vjen është soja çilëm na derën, çto rreziku. Se shumë për shemb Imam Gazali tregohet, Imam Gazali vjetër Abu Hamid al-Ghazali kur thuhet që kur ka marrë ligjërat, kanë bën njerëz kallabllak në xhamia aty ku ka marrë vajzë, edhe çka ka bëj më një herë shku edhe i ka pastru toaletet, i ka pastru domethënë edhe kur për çka ose raste që nefsin për me kur ka po që janë subhanallahu na peqesëm veten tonë. Cili prej neve sot dësha që kur është të ligjëru, për shembull, një prej fitneve sprovave të vetpëlqimit është edhe kur audienca ose xhamati ose publiku me një fjalë mahniten me ty. Tek ta njerëz. Do thotë kësi raste këta njerëz që kanë bukur e kanë po që po pi pëlqen shumë për shembull xhamatit ose audiencës, edhe ka po rrezikun që vetja pi hin qef pi thot vetes apo sa mirë po fol, çka kanë e kanë ndërprer, s'kan vazhduar me folë. Për shkak na me Islam thirrëm që momentin që duket vetja që pse ti po fol mirë, tjetër po të pëlqen ndërprer. Po nëse ti po thojmë valla ky shumë i mirë se ky s'po fol sikur ai tjetër bla 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 bla, ka thon fol. Mos e lejo veten që me ti vetja në qef. Këtë nashta i shkon në udhës me përmend që pak disa të lasha problemet që vinë deri te pëlqimi tek kjo kategori e njerëzve. Vlas te thirrsat predikues në fe. Është një prej gjërat që mundet më konë është edhe mungesa e devotshmërisë. Se kur ka mungesë devotshmërisë, atëherë natyrisht njeriu vjen vetë pëlqimi. Mungesa e përmendjes Zotit mjaftueshëm. Pastaj shohim këta njerëz që kanë vetë pëlqim, tani nuk e marrin këshillën pe tjetrit. Unë di ka, s'kam nevojë më këshillu më dikush. Ose shën ndoshta nuk merr pjesë në ligjërat në hoxhe ose në predikuesi tjetër ose në këshillet në dietari tjetër, për arsye se mendoj që ndoshta këtë këtu janë mundë me qenë, po mendoj që mundë me qenë si shaj, që cilat në farforë me shkojnë të rrit atë shkollën e vetë pëlqimit derisa Zoti na ruaj të kalon smundje. Edhe tani kthehet në farforë mund kthehet bumerang nëse ke pas dëgjues shumë, ke pas pasues shumë, ke pas njerëz që ta kanë marrë fjalën shumë po fillon shkojnë të rokjes be, ke natyrisht është telash e cilën besoj që duhet sidomos thirrsa duhet më u kthy. Allahi na ruaj po thon për vetë pëlqimit se cili mujmë prej neve me ranë të. Zoti, inshallah, na i bjen fundin që me na ardhë për fundimi i hajrit, për këtë arsye na lutim Zotin vazhdimisht o Zot mos na poshtro as në dynjet as në ahiret. Mos na poshtro në dynjet para njerëzve, pas nesër në ahiret mos na bëj për aty që do t'ju nxjehen fytyrat. Prapë për shëruzve të vetpëlqimit është që mas asaj falënderimit Zotit është edhe me llogarit veten që na jem dot. Na jem me të meta, na kem marrë, na kem defekt. Për këtë arsye na realisht kjo na, ose une, prej ku vjen? Baza, prej ku është? Prej shejtanit. Ai është i pari që e ka pëlqyer vetë veten. Ka thonë unë jam më i mirë se sa. Sifati i tij është. Ai ka thonë unë jam më i mirë se sa Ademi. Për çata kjo une ose si unë s'ka nuk na ka hije neve. As pra po them që është kur në çështjet e ibadetit në adhurime nuk është e pëlqyeshme, nuk lejohet atë çka. Na shumë që Bishr el-Hafi një herë u kon të fal namaz natën nuk e ka ditë kërkush jo të fal. Edhe ka hini njëri e ka përcjell pi mrapa. Tu fal namaz. Kur e ka kry namazin ka menuar që është vetë tu fal, sikur zakonisht edhe ka derdh lotë ka kajte ju ka lut Zotit o Zotin jam gjynaçari kum hi vetes në hak me gjynoje ka përmend tmetat e veta. Edhe tash normalisht i robi devotshëm kur e sheh këtë sjellje pini njerit e don atë njeri. Ka qef me konë sikur ai. E kur kthehet masi e kryen namazin e sheh që një njeri e pas ka përcjell. I thotë çore. To që e pepe i mie mos dokna që jam burr i mirë. Mos mendoj që jam musliman i mirë. Për çfarë arsye? Se thotë shejtani e ka adhuru Allahun me melaçet para krijimit të Ademit. Mirë, po çore sot ku është? Shka ki vetë pëlqimit. Kem rastin e pejgamberit alayhis salam kur të ndëruar të shikues kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falte namaz natës shumë.
Edhe saqë Aisha e përshkruan thotë ju kanë këmbët për namazet që ka bën. Çfarë po thot pejgamberi, çfarë po thot Aisha, po thotë dërguani i Zotit, pse po mundon veten nga shumë. Allahu ti ka fal gjunaat e kalune, edhe të ardhshmet. Çka po thot pejgamberi sa atmosferë më falendërues. Sikur pejgamberi po dëmë tregues çdo thirrje në rrugën e Zotit se aja energjia për cilën ti ke nevojë më shumë ti është mi pos lidhet e forta me Zotin. Me ibadet, me adhurim, se ti kimu përball me njerëzit. Dhe përballja me njerëzit harxhohet njëri. Një e ke pa njëri do të përmendon, do të më pas. Kjo është proces i cili domethënë do të më mush vet, mi do të jetë të më mush vet. E këto është edhe rasti tjetër Omerit që vet pëlqimi edhe me akuzu veten. Rasti kur Omeri ka pa që Ebu Bekri mas namazit sabahit po shkon dikon në periferi të Mekës. Çdo ditë. Në periferi të qytetit të Medinës. Dhe s'pëdin thot, një ditë nalët mendon thot, pashku me përcjell, çka të bëj nuk e la. Niset. Afrohet dhe afër ato dhe she, pi distancën, po qëndron ku Ebu Bekri, po kthehet. Po jeni shfini fal kasulle. Po shkon në Merë dhe peshe ato një grup lak e verber. Fëmijë e vogël, kushte jashtëzakonisht vështira. Thot loke, do ta bën thot me ditë thot një njeri të ardh këtu thot kush është ai njeri, për çka po vjen ai këtu? Thot nuk e dim kush është. Thot po vjen e pastron shtëpinë tonë. Tu kon kryetari këtë muslimanëve. Të qenë kryetari musliman e gatun, domethënë ishte në bukt, përgatit ushqimin thot edhe niset. Edhe del Omeri prej aty është shumë i prekun. Edhe thot mjeri ti Omer, fillon me akuzu vetën thot. Thot ti nuk e ke vlerën. As vlerën e një që thonë një lloj një kime në atë kuptimin e fjalës sa kupton në gjoksin e Ebu Bekrit. Asat domethënë asat vlerë nuk e ke. Mo ku je ti? Domethënë çush kanë ngaru shokët e pejgamberit selam, çush kanë ngaru gjeneratat e para, secili po bën vepra më shumë, por të njëjtën kohë domethënë tjetrën e kanë vlerësuar më shumë se sa veten, për arsye se e kanë llogaritë që tjetri është më i mirë. Kjo e ka qenë interesant rasti që Ebu Bekrit të Omerit që e përmane kur është ardhur mas vdekjes pejgamberit sa çështja e marrjes shtetit, udhëheqjes shtetit, mu bë halife, tash kush me marr do kanë thonë Omerit do Ebu Bekri, po këta dy me vetë është shumë interesant kur e kanë bënë një dialog, që po thu i ka thonë vetes ti asoni kime Ebu Bekrit nuk i vler, edhe nisin ja tregu njëri tjetrit, thotë po ti meriton se je shok i pejgamberit son pe fillimit për Ebu Bekrin. Po ti thot kur e ke pranuar ti Islamin, thot u dali Islami haptas. Thot jo ti e ke shoqëruar pejgamberin selam në hijrat. Do thot secili ty përmend mirat njëri tjetrit, tu e akuzo veten që unë s'jam meritor për këtë punë. Nuk e kanë lënë veten që më thon po valla unë si unë s'ka. Unë me të vërtetë meritoj. Na me zgjespësim tjetër me na ofru këto fjalë me na vrit mënia. Akta ja. Allah na rujt për kësaj sfundë subhanallahu. Amin inshallah. Allah shpërblet farodem për këto shpjegime, për këto ilustrime, për lusim Zotin e Madhreshëm që ta pranoj prej teje dhe prej gjithë neve. Teleshikues të nderuar, emisioni jo natyrisht se i ka të minutat e kufizun. Tema për cilën falem natyrisht se ka temë që cila ka nevojë më shumë për praktik dhe preventiva më e mirë e kësaj smundje zemrës dhe smundje personalitetit çdo njeriu është që ti përmbahet misionit të Zotit të Madhreshëm, vazhdimisht ta merr në pyetje veten e tij, ashtu siç ka thonë edhe Omeri, merr në veten pyetje, llogaritën e veten para se të jekua kur do t'ju llogarit dikush tjetër. Inshallah Zoti i Madhreshëm i shëron zemrat tona nga smundjet shpirtërore dhe shpirtrat tonë, kudo që jeni mbeqë në mëshirën dhe për kujdesin e Zotit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.